8 zyrtarë të Burgut të Durrësit arrestojnë pas arratisjes së Altin Docit, i akuzuari për krime të rënda e kishte përgatitur planin prej kohësh. Rama deklaron në forumin e zhvillimit në Abu Dhabi, Shqipëria, revolucion me teknologjinë. Prokurimet publike do të bëhen me inteligjencë artificiale. Shtëpitë dhe tokat në zonën e Libofshës në Fier mbeten ende të mbuluara nga uji. Banorët tremben për sëritjes së përmbytjeve me rifillimin e shirave. Ora 19. Mi mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve mbas titujve shkojmë me radhë. Arratisja e Altin Docit nga spitali në Durrës u ka kushtuar prangat 8 zyrtarëve të Burgut të Durrësit. Drejtuesi i këtij institucioni gjithashtu është shkarkuar nga detyra, ndërsa është pezulluar i gjithë zinxhiri komanduesi i strukturës. Ndërkohë kontrollet për gjetjen dhe kapjen e të akuzuarit për krime të rënda po vijojnë në disa qytete. Një ditë pas arratisjes spektakolare të Altin Docit nga spitali, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari ka shkarkuar drejtorin e këtij institucioni, Indrit Sërloj, e po ashtu është pezulluar nga detyra i gjithë zinxhiri komandues, ndërsa 8 zyrtarë të Burgut të Durrësit janë vënë në pranga. Përveç shkarkimit të drejtorit, Lamallari ka kërkuar një plan të ri të vlerësimit të sigurisë dhe rishpërndarjes mbi bazën e rrezikshmërisë të dënuarve dhe të paraburgosurve, duke konsideruar edhe transferimin në burgje të tjera të sigurisë së lartë. Nga të dhënat e deritanishme bëhet e ditur se arratisja ka qenë e mirë menduar dhe hetimet janë përqendruar në gjetjen e bashkëpunëtorëve nga brenda burgut. Në lidhje me vizitën e planifikuar të tij tek reparti infektiv i spitalit, bëhet e ditur se është shkelur protokolli i sigurisë. Altin Doci është dërguar në spital vetëm nga 5 efektiv të burgut, bashkë me shoferin, ndërkohë që në momentin që drejtoi për tek reparti infektiv ka qenë pa pranga, në kundërshtim me rregulloren pasi duhet të ishte i prangosur për shkak të rrezikshmërisë. Vizita e Docit në spitalin rajonal ka qenë e pesta në harkun kohor të 2 viteve të fundit, gjatë të cilave mendohet se ai e ka hartuar me kujdes skemën e arratisjes, e cila besohet se është kryer në bashkëpunim me persona të tjerë brenda dhe jashtë burgut. Pasi ka kërkuar të shkonte në tualet, befas gjatë shoqërimit ai ka goditur punonjësin e sigurisë, i cili ishte i vetëm dhe më pas doli me shpejtësi nga pavioni. Në parkim e priste një makina Audi A7, targat e së cilës rezultojnë të jenë të denoncuara të vjedhura pak ditë më parë. Autorët që ndihmuan arratisjen e tij planifikuan me detaje planin në mënyrë që askush të mos dëshonte, pasi modeli makinës që u vodhën targat dhe makina që u përdor për arratisje është i njëjti model, tip Audi A7. 2 policët që po e shoqëronin e ndoqën deri jashtë ndërtesës, por nuk arritën ta ndalonin. Kjo foto tregon njërin prej policëve me armë në dorë, i cili qëlloi në ajër për të parandaluar arratimin e Docit, por pa sukses. Kamerat kanë fiksuar edhe momentin kur ai u largua drejt zonës së spitallit, më pas shfaqet në Shënavlazh duke vijuar në autostradë dhe dyshohet se ka hyrë në Tiranë. Kontrollet në kërkim të Docit janë kryer në disa zona të ndryshme në kryeqytet, në Astir, Don Bosco, Selit e të tjerë. Gjithashtu është kontrolluar edhe banesa e tij në Yzberisht, por familjarët kanë deklaruar se nuk kanë ndjeni për vendodhjen e tij. Si rruglidhse me Durrësin, kontrollet janë kryer gjithashtu edhe në rrugën e Ndroqit. Një audio regjistrimi një të burgosuri në rrjetet sociale, është publikuar në rrjetet sociale, ka vënë në alarm policinë. Është fjala për të burgosurin Fatmir Pietri, i cili vuan dënimi në burgun e sigurisë së lartë. Fatmir Pietri, dënuar si pjesë e bandës së babagjyshëve, siç quhen, thot në audioregjistrim se drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk e ka lejuar që të promovoj librin e tij Jetë të guximshme. Vetëm pak minuta pas publikimit në rrjetet sociale, drejtoria e burgut e sigurisë së lartë në Burel ka urdhëruar një kontroll të imtësishëm të qelisë ku qëndron i dënuari. Ndërkohë, ministri i Drejtësisë Lamallari ka mbledhur pasdite sot në një takim urgjent drejtuesit e burgjeve në vend, duke u kërkuar masat menjëhershme për forcimin e kontrollit, rritjen e sigurisë dhe parandalimin e futjes së sendeve të palishme nëpër burgje. Gjatë fjalës në samitin e zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi, kryeministri Rama buri në duke përdorimin e teknologjisë në procesin e integrimit. Ai shtoi se aktualisht diella po punon që të gjitha prokurimet publike të realizohen përmes inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale i ka dhënë Shqipërisë një ndihmës të madhe sa i përket procesit të integrimit.
Në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm të mbajtur në Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama u shpreh se vendi tonë do të ishte dashur më tepër kohë nëse procesi do të bëhej pa ndihmën e teknologjisë. Ndërkohë, me inteligjencën artificiale, ne po e përdorim pra atë për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit të BE-s në korpusin ton ligjor, sepse është në fakt, po themi, një pushtim në thonjza, sepse që të hysh në Bashkimin Evropian duhet të miratosh çdo ligj, çdo rregullore në të njëjtën mënyrë. Për të gjitha vendet ky ka qenë një volum jashtëzakonshëm pune, me përkthyes, me jurist, me hartues, me korrektor, ndërkohë që me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë këtë gjë shumë shpejt, në mënyrë shumë të saktë. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek implementimi i inteligjencës artificiale në prokurimet publike, duke theksuar se çdo gjë do të digitalizohet së shpejti. Diella punon për shërbimet dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për diçka që ne besojmë do të jetë diçka e fjalës së fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale, për të hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca artificiale. Deri më tani kemi ecur mirë. Një tjetër objektiv sipas Ramës është edhe pavarësia energjetike e vendit. Ai rikujtoi projektin rreth 1 miliard euro me Emiratet e Bashkuara dhe Italinë për ndërtimin e një linje interkonjuksioni në ujore, që do të mundsojë dhe eksportin e energjisë së prodhuar nga Shqipëria në vendet europiane. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultan, zoti e Bekoft, po synon që të mbërrim në 3 giga dhe përmes kabullit ndërlidhës me Italinë të shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia shitur pra Europës. Të hënën, qeveria prezantoi projektin e parkut eolik në Tropoj, i cili do të shërbejë për prodhimin e energjisë me anë të erës. Gjykata kushtetuese sipas Sali Berishës ndodhet sot nën presionin e fortë të kryeministrit Rama. Kreu i Partisë Demokratike tha se ai po kërkon të azisojë drejtësinë në mënyrë që ajo të mos hetojë aferat korruptive, sipas Berishës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin se po bllokon veprimet e SPAK-ut ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Edi Rama, për të mbrojtur veten e tij, krimet e tij, po shkon drejt grushtit të shtetit, asgjësimit de facto të drejtësisë në Shqipëri, duke dënuar me forcën më të madhe to qëllimet pa përgjegjshme, i kërkoja atij menjëherë dorëheqjen dhe largimin e tij nga posti i kryeministrit. Berisha denoncoi gjithashtu edhe ngritjen e parkut teknologjik me emrin Durana, një çështje që fillimisht u denoncua nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili ndodhet prej më shumë se 2 vitesh në Arati. Sipas Berishës, ky park u krijua për të favorizuar kompani me lidhje pranë kryeministrit që të mos paguajnë taksa, edhe pse sot në këtë zonë nuk është vendosur asnjë biznes. Berisha lajmëroi se Partia Demokratike do ta çojë këtë dosje në SPAK. Ne do i dërgojmë. Aty mbeten, të gjitha i kemi aty. Edi Rama dhe Altin Dumani mendojnë se mund të shpëtojnë nga djegësi i Tiranës, po e garantoj që kurrë do shpëtojnë. As nga Durana, as nga asnjë çështje. Nga ana tjetër, Berisha hodhi poshtë zora se ndaj tij ka një hetim të ri pasurie. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Berisha deklaroi se hetimi i pasurisë ndaj tij ka përfunduar bashkë me dosjen Partizani. Ky hetim politik që bëhet nuk ka asnjë lidhje, ta dini ju, ta dini shqiptarët, me asnjë hetim pasuror të Sali Berishës dhe fëmijëve të tij. Është një hetim i mirëfillt politik për kuvendin e rithemelimit, për të cilin unë nuk kam asnjë vërejtje. Asnjë vërejtje. Unë kam thënë të them, prokuroria duhet të jetë e lirë. SPAK-u deri më tani ka thirrur disa figura të Partisë Demokratike, të cilët i ka marrë në pyetje në lidhje me organizimin e Kuvendit Kombëtar të PD-s, që u mbajt në datën 11 dhjetor të vitit 2021. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i akuzuar për tragjedinë e Gërdecit, kërkoi që të bëhet akt ekspertimi i faksit të nisur në atë kohë nga Ministria e Drejtësisë me mbi shkrimin për Shkëlzenin. Sipas tij, për këtë çështje duhet të dëshmojë edhe ish-sekretarja e ministrit Aldo Bumçi, ministri të asaj kohe, e cila deri më sot nuk dihet ku është.
Faksi i famshëm i 2007-s me shënimin me shkrim dore për shkëlzenin që për dërgues kishte Ministrinë e Drejtësisë dhe marrëse atë të mbrojtjes, kur shpërtheu Gërdeci, është bërë sërish objekt debati në procesin me të njëjtin emër në gjykatën e posaçme. Përmes avokatëve, Mediu ka pretenduar se akti nuk e ka vlerën e provës, ndaj ka kërkuar gjykatës që kjo shkresë që ka dalë nga zyra e sekretares së Ministrisë së Drejtësisë së kohës, Anjola Gollit, t'i nënshtrohet një ekspertimi daktilografik. Kërkuam që ose t'i hidhet poshtë, ose të bëhet akti i ekspertimit, për sa i përket kaligrafisë, por dhe i pretendimit zotit Bumçi, për sa i përket një mashtrimi që është bërë sipas tij nga ana e sekretares, duke cilësuar se ky ka qenë shënimi i Bumçit dhe njëkohësisht ka qenë ai që ka bërë kërkesë. Është e çuditshme që ata që janë dëshmitar kyç nuk gjenden. Shteti fort nuk e gjen dot sikur ish sekretarja Bumçi. Shumë shteti fort ishte. Dhe thjesht nëse është jashtë, shikojnë Timsin, nëse është brenda, ka njerëz dhe familjarë që i dinë rrethanat se ku është. Ndaj Fatmir Mediu rëndon akuza e dyfishte shpërdorimit të detyrës, sipas kodit penal dhe atij ushtarak, por për të, i gjithë procesi gjyqësor është i motivuar politikisht. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë me dije se duke filluar nga data 21 janar do të pezullohen vizat e emigrimit për 75 vende, përfshirë edhe Shqipërinë. Nga kjo mas preket edhe Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Mali Zi dhe Maqedonia e Veriut. I vetmi shtet që shpëton nga Ballkani Perëndimor është Serbia. Kategoritë e vizave të emigrimit që refuzohen janë bashkimi familjar, punësimi, birësimi, emigrantët special si dhe lotaria amerikane, ndërsa vizat studentore dhe turistike mbeten të paprekura. Me herët gjatë ditës, ambasada amerikane sqaroi se disa viza mund të lëshohen vetëm për turizëm, për pushime, për blerje, për vizitë tek miq ose të afërm, takime me bashkëpunëtor biznesi si dhe pjesëmarrje në konventa apo konferenca. Nga ana tjetër, kjo lloj vize nuk mund të shërbejë për lindjen e fëmijëve në Shtetet e Bashkuara, për të punuar apo për një diplom ose kredite akademike. Vendimi pritet të jetë në fuqi për një periudhë të pacaktuar. Një rëshitje tjetër dheu ka ndodhur sot në rrugën e Arbrit duke bllokuar në mes një segment të kësaj rrugë. Rëshitja ka ndodhur në fshatin Melan duke bërë që qarkullimi i automjeteve të bëhet vetëm me një korsi. Për të shmangur aksidentet, një patrullë e policisë rrugore ka orientuar drejtuesit e mjeteve. Segmenti rrugor Herebel Peshkopi është ndërtuar i gjithë nga fillimi si pjesë e rrugës së Arbrit. Punimet kanë nisur në gusht të vitit 2023 dhe përfunduan në maj të vitit 2025. Ky segment ka shfaqur probleme të ndryshme, sidomos me skarpatat, ku në disa vende ka patur rrëshqitje të dherave. Uji që vërshoi nga lumi Seman pas sharjes së argjinaturave vijon të mbajë të pushtuara shtëpi dhe sipërfaqe toke në Libofshë të Fierit. Banorët shprehen të shqetësuar se situata mund të përsëritet me rikthimin e rreshjeve të shiut, ndaj kërkojnë marrjen e masave. Situata në fshatin Hasturkas të njësisë administrative Libofsh vijon të mbetet problematike edhe 24 orë pas daljes së lumit Seman nga shtrati, ndonse niveli i ujit ka shënuar një rënje të lehtë. Sipas banorëve të zonës, uji është ulur rreth 20 cm, por pavarësisht kësaj, 20 banesa vijojnë të jenë të përmbytura, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme edhe në stane, sipërfaqe të mëdha tokash bujqësore dhe kultura të mbjella. Kur morë vesh që po vinte ujit, u mundova që të ngre plashkat brenda të shtëpia. Frigorifer, ato gjëra, plashkat e shtëpisë. Blerët janë brenda, po të shkojmë aty te portat, ka dalë disa koshë dhe ka dalë në rrugë aty, po të shkojmë dhe këtu duken. Nga ana tjetër, situata mbetet alarmante për shkak të çarjes së argjinaturës në disa segmente, fakt që sipas banorëve përbën një rrezik serioz pasi parashikohen rreshte të reja shiu dhe ekziston frika e një vërshimi të dytë. Argjinatura është qarë në 3-4 pjesë edhe duhet marrin masa që të izolohen se toka është e tengopur. Kanalet janë të tengopura me ujë, po doli edhe një herë. U shpërtheu, po hapën digat e njëra nga hidrocentrali, ne prap do jetë e njëjta situatë dhe më e vështirë biles. Sipas të dhënave nga terreni, situata po shkon gradualisht drejt normalizimit. Disa banorë që mbeten të izoluar për shkak të përmbytjes janë tashmë të evakuar dhe sistemuar në zona të sigurta.
Edhe fusha e Maliqit vijon të mbetet nën pushtetin e ujit. Sipas specialistëve, kjo situatë është shkaktuar nga rreshtet e pazakonta të muajve të fundit, të cilat kanë sjellë edhe çarjen e digës së lumit Devol në 2 raste. Meqense bën zakonisht ne shohim që bën pastrime të lumit Devolit, por argjinaturat e lumit riparohen në vende ku ato hapen, shkatrohen, por kjo nuk është rrugëzgjidhje. Duhet fillohet një projekt që argjinaturat fillojnë nga pjesa ku fillon problemi, si thash, në diga e Zëmblakut dhe deri në Maliq duhet të bëhet një forcim ose mund të themi një ndërtim i argjinaturës së re. Ndërkohë, drejtues të Bordit Rajonal të Kullimit në Korçë, të kontaktuar lidhur me këtë situatë, bëjnë me dije se ekziston një projekt i cili parashikon forcimin e argjinaturave dhe jo thjesht riparimin e tyre. Kjo me synim një zgjidhje të qëndrueshme për zonën me një vlerë të parashikuar që shkon deri në 1 milion euro. Rikthimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë ishte në fokus të takimeve që ka zhvilluar sot në Prishtinë i dërguari evropian. Ai është shprehur optimist për ecurinë e bisedimeve, edhe pse ato janë bllokuar që prej 2 vitesh. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Sorensen për dialogun Kosovë-Serbi vizitoi këtë të mërkurë Prishtinën për takime me udhëheqësit politik. Sorensen u prit fillimisht nga kryeministri në detyrë Albin Kurti në ndërtesën e qeverisë, më pas ai u takua me presidenten Vjosa Osmani. Në një deklaratë për media, i dërguari evropian u shpreh shpresë plot për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. First travel of the year. Prandaj po e nis vitin e ri me një udhëtim pune këtu dhe në Beograd më vonë gjatë javës. Çfarë do të bëjmë ne është të sigurohemi që palët të ulen dhe të bisedojnë. Duhet ta gjejmë një mënyrë që kjo të ndodhë. Shpresojmë që viti 2026 të na sjellë atë që 2025 nuk mundi. Osmani ndërkohë theksoi se dialogu duhet të jetë i përqendruar në njohjen reciproke dhe se suksesi i bisedimeve varet nga trajtimi i barabartë i palëve. Serbia vazhdimisht ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, duke shkelur sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, duke kryer akte agresioni, si dhe duke kundërshtuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar takim të nivelit të lartë që nga viti 2023, pas rritjes së tensioneve për shkak të sulmit armatosur në Banjsk. Kurti, i cili pritet të jetë në krye të qeverisë së vendit edhe për një mandat të tretë 4 vjeçar, e ka kushtëzuar vazhdimin e dialogut me dorëzimin e të dyshuarit për sulmin terrorist Milan Radojčić. Ndërkohë, pas takimeve në Prishtinë, Sorensen ka në agjendë ndalese në Beograd për takime me udhëheqës të Serbisë. Fjali dhe frazat të dëgjuara dhe herë tjetër, megjithatë do të bisedojmë me analistin në Kosovë Blerim Burjani. Përshëndetje Blerim, është disa ta herë e shumë ta herë që dëgjojmë që palët duhet të ulen të bisedojnë. A ka këtë herë ndonjë rrethanë lehtësuese për të bërë të mundur zhvillimin e bisedimeve? Po ndoshta nuk është problemi për të mbledhur dhe diskutuar apo për të bërë dialog, por problemi kryesor mbetet a ka rezultat, pra, cili është rezultati final. Meqense marrëveshja është bërë, ndërsa nuk është implementuar fare dhe nuk ka pasi as indicje të pale për të implementuar atë, po shihet si e rëndësishme më. Kosovë pak kush merret me këtë dialog dhe nuk është ndaj dialog i rëndësishëm për shtetin tonë. Pasi që ky dialog ka sjellë më shumë probleme Kosovës, sidomos me draft statutin evropian i cili parasheh arbitrazh brenda dhe përmend rezolutën 1244, pra në Kosovë askush nuk merret me këtë drafti që është ardhur dhe duket si është marrë dialog është i pamundshëm të zhvillohet në soza dhe në konditat e këtij drafti që parasheh domon për asociacionin serb. Pra, për Bashkimin Evropian mbetet interesi i veçantë vetëm themelimi apo konstituimi i asociacionit, ndërsa për Kosovën më e rëndësishme është integrimi i serbëve domon e veri në institucionet e Kosovës, sesa ndonjë dialog i mundshëm me Serbinë apo dialog tjetër i cili flet për asociacionin. Na kemi problem me integrimin e serbëve, pra asociacioni nuk është zgjidhje e vetme sipas interesit kosovar dhe sipas politikës kosovare, por është edhe integrimi tjetër, domethënë integrimi pasor i vullnetshëm i serbëve në institucionet e Kosovës,
i cili nëse ndodh do të jetë i dobishëm për serbët. Pra asociacioni është më tepër interesi i Bashkimit Evropian duket dhe i Serbisë në këtë temë, ndërsa Serbia nuk shohë, nuk e njeh Kosovën, nuk i intereson domethënë nuk i intereson Kosova antarësohet ajo dhe bën pengesat e vazhdueshme kundër Kosovës që mos antarësohet në organizata ndërkombëtare. Kështu që ky dialog për mendimin tim është në Qorsokak moti, në rrugë çorre, pra nuk ka ndonjë zgjidhje. Është në Qorsokak. Ndërkohë Blerim, kryeministri Kurti ka përsëritur me të drejtë mendojnë shumë kushtin që për të bërë të mundur këtë dialog duhet që Serbia të dorëzojë atë që e ka pranuar përgjegjësinë për masakrën e Banjskës, që është Rajdočić. Atëre, pyetja është, kryeministri Kurti pas zgjedhjeve të fundit është në pozita më të konsoliduara për ta ritheksuar dhe për të qëndruar fort këtij kushti apo jo? Po, kondita kryesore, kjo që e përmend ju është domethënë i Bashkimit Evropian, që mos e përmendë çështja e Banjskës dhe të shkohet në dialog pa e përmendur çështjen e Banjskës. Kjo është një farë kushti i BE-s, ndërsa kushti i Kosovës është me dorëzuar Radojčićin. Po, nuk ka ndonjë farë pajtueshmëri midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian sa të ketë kësaj teme, pra. Kosova e kërkon me çdo kusht që Radojčić të kthehet në Kosovë dhe të dënohet sipas akteve në fuqi të Kosovës apo ligjeve dhe kushtetutës së vendit të Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian dëshiron ta tejkalojë Banjskën në mënyrë domethënë toleruese, kështu mos më përmend ato, por edhe me i prap në dialog, por mendoj që ky dialog është më për mendimin tim pothuajse është i gati po them i pamundshëm të ketë një rezultat të prinshëm, po sidoqoftë Zoti Petersen, ju e dini që e ka për obligim në Kosovë dhe me shku në Serbi për shkak se paguhet për këtë punë. Bashkimi Evropian ja ka dhënë prap një mandat, domethënë ja ka dhënë mandatin që të merret me këtë temë të Zoti Petersen, mirë po rezultati unë mendoj që është i zbardh, vallai dyshim të mund të arrihet gjapi kësaj teme më, po tash të shohim si do të shkojmë, pra dy pol po luajnë një farë loje me Bashkimin Evropian. Serbisë nuk intereson themelimi një asociacioni që e quajnë shoqatë e gjuetarëve, ndërsa Kosovës nuk intereson një asociacioni i cili e bën Republikë Srpska brenda Kosovës. Pra, kjo është tema e asociacionit që vazhdimisht përmendet në BE, pra qëllimi i tyre themelor apo kryesor është themelimi i asociacionit, ndërsa në Kosovë nuk ka më fare rëndësi themelimi i këtij asociacioni. Po ma shumë ka rëndësi në Kosovë që pakisa serbe të integrohet sikur në pjesë tjera të vendit edhe veriut. Qartë, faleminderit Blerim Burani, drejt për së drejti nga Kosova, ne do të ecim tej. «24 orë nga jeta e një votuesi» është komedia që ngjitet në skenën e teatrit kombëtar në Tiranë. Shfaqja, që është mirëpritur nga publiku, ka në fokus tranzicionin dhe reflektimin për peshën reale që duhet këtë vota. Teatri kombëtar qeli siparin e shfaqjeve me një premier që nuk synon vetëm të argëtoj, por edhe të trazoj ndërgjegjën qytetare. Komedia satir kabare 24 orë nga jeta e një votuesi erdhi për herë të parë për publikun të martë në mbrëmje duke sjellë në skenë një pasqyrë të mprehtë të realitetit shqiptar mes humorit, ironisë dhe reflektimit. Në regjinë e Driada Dervishit, vepra ndërton një rrëfim që shtrihet për te një ditë të vetme, një 24 orësh që simbolizon 35 vite tranzicion shqiptar. Që në minutat e para, publiku përballet me pyetjen thelbësore, çfarë peshe ka vota dhe si kthehet ajo shpesh në një zakon pa reflektim. Është një teatr i cili bën bashkë humorin e mprejt, humorin politik, ngre tema që në një farë mënyre mund të trajtohen, tema shumë serioze të cilat mund të trajtohen vetëm nëpërmjet komedisë. Tema të cilat besoj na përkasin të gjithë, është ka pak nga Shqipëria e djeshme, Shqipëria e sotme dhe duke menduar që do të nxjisë reflektim për atë që do të jetë Shqipëria e nesërme. Personazhet kalojnë nga njëri rol në tjetrin, duke sjellë situata për çdo që njeh përditshmërinë shqiptare, bisedat e kafes, raportin me pushtetin, zhgënjimin dhe shpresën e përsëritur. Një nga rolet që spikat është ai Zamira Kitës, e cila me ngjyrat karakteriale e afron edhe më shumë publikun me historinë në skenë. Përveç se ka shumë humor, ka shumë mesazhe. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që ne dëshirojmë që publiku të marrë mesazhin kryesor që të gjithë duhet votojmë, të gjithë duhet vendosim së bashku
për fatet tona. Pastaj se si ka ecur politika në gjithë këto vite të tranzicioni, por edhe që nga koha e monizmit, kjo është tjetër gjë hapasapi do të shikohet në shfaqje. Gjithçka trajtohet me humor. Ka momente që do të qeshin me të madhe, ka momente që do të mendohen. Jam e sigurt për këtë. 24 orë nga jeta e një votuesi nuk kërkon duar trokitet e çastit, por një mendim që të shoqëron edhe pas daljes nga salla. Shfaqja do të vijojë të luhet për publikun deri më 18 janar, çdo mbrëmje në orën 20 në skenën e Teatrit Kombëtar pranë Arturbinës. Këto ishin lajmet kryesore për sot, e mërkur 14 janar. Ju urojmë përmet këndshme.